Zbuloi ujë në një planet të largët, zbardhet misteri vrasjes së shkencëtarit të njohur. Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shkencor në Kalifornia pasi astrofizikanti i njohur Charles Grimleyer u gjeti i qelluar për vdekje në verandën e shtëpisë së tij në Llano, rreth 75 milje në veri të Los Angeles. Sipas autoriteteve, 67 vjeçari kishte marrë një plagë fatale me armëzjarri në pjesën e sipërme të trupit. Shërbimet e emergjencës mbërritën në vend ngjarje pas një telefonate në 911 rreth orës 06 të mëngjesit, por pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar, ai është shpallur i vdekur në vend. Pas ngjarjes, policia arrestoi 29 vjeçarin Freddie Snyder, i cili u akuzua për vrasje. Ai përballet gjithashtu me akuza të tjera për grabitje dhe dhunë dhe hyrje të paligjshme në një incident të ndodhur në fund të dhjetorit. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur nëse ekziston ndonjë lidhje mes të dyve apo cili mund të ketë qenë motivi. Gilmeyer ishte studiues në California Institute of Technology, ku punonte në qendrën e përpunimit dhe analizës infra të kuqe. Gilmeyer ishte studiues në California Institute of Technology, ku punonte në qendrën e përpunimit dhe analizës infra të kuqe. Ai njihej për kontributet në astronominë galaktike, kërkimet mbi materien e errët, strukturën e galaktikave dhe egzoplanetët. Zbulimi i tij për praninë e ujit në një planet jashtë sistemit tonë diellor u konsiderua një hap i madh drejt kuptimit të kushteve të mundshme për jetë jashtëtoksore. Gjatë karrierës së tij shumëvjeçare ai punoi edhe si hetues kryesor në projektet e Hubble Space Teleskop dhe u nderua me medalje për arritjet jashtëzakonshme shkencore nga NASA. Kolegët e përshkruan si një mentor dhe mik të çmuar, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të krimit vijojnë.